gjithçka ishte e mirë. Zoti ishte kënaqur dhe vepra e tij e krijimit ishte përfunduar. Ai pushoi ditën e 7 dhe gjithçka ishte e bukur. Pa të keqe, pa shkatrim, e pa dhimbje. Njeriu mori detyrën më të madhe nga të gjitha, të sundoje mbi krijimin, të punoje tokën dhe të doje. Por Zoti i dha njeriut edhe lirinë. Në kopshtin e Edenit, ai vendosi pemën e jetës, dhe pemën e njohjes, së mirës dhe së keqes. Zoti i tha, ditën që do të hash prej saj, me siguri do të vdesësh. Pse? Sepse Zoti është dashuri. Njeriu krijua sipas shëmbëltyrës së Zotit, i lirë, jo robot. I lirë të doje, të shërbeje dhe të zgjede. Por me lirin vjen edhe përgjegjësia. Atëherë erdhi djalli, një qenie e rësuar, e krijuar nga Zoti. Ashtu si edhe sot, ai vuri në dyshim fjalën e Zotit dhe mbolli dyshim. Mos ndoshta nuk është aq keq? Ose mos vallë mund të kesh edhe sotin edhe tjetrën? A nuk do të ishte bukur të ishte si Zoti vetë? Dhe njeriu zgjodhi dyshimin dhe hëngri prej frutit. Ajo zgjodhi të largohej nga jeta në Zot, nga vetë Zoti që është jeta, dhe pa jetë vjen vdekja. Mallkimi e keqja dhe dhimbja hyn në botë. Kur njeriu me këtoj, ai u fsheh nga Zoti, u turpërua, u tremb dhe bashkësia u thye. Por Zoti, që është dashuri, nuk e hodhi poshtë. Ai thiri, ku je? Dhe kërkoi. Ai mbulloi lakuriqësinë e tyre dhe dha një premtim se një ditë ai vete do të ndërhynte prej të poshtur të keqen. Aty, në mes të rënies, fillon plani i shpëtimit të Zotit. Një plan që çon drejt Jesu Krishtit, shpëtimtarit tonë. Amen.